Sporti e do të flasim për ndeshjen derbit Ligës së parë të Kosovës në futboll ndërmjet Fush Kosovës dhe Ferizajt. Trajneri Bylbyl Sokoli nuk arriti që të marrë kreun e tabeles me skuadrën e tij pasi i ndan pikët. Me skuadrën e re po bëhet gati për derbi. Synimi i Bylbyl Sokolit dhe Ferizajt është marrja e kryesimit të Ligës së parë nga Fush Kosova vendese. Për ta ndjekur këtë përballje, këta shikues nuk i ndali as shiu. Gjithçka nisi sipas planit për mysafirët kur Dardan Çerkini shënoi nga korneri. Por vendësit u përgjigjën shumë shpejt kur shënoi me kokë Triumf Shabani. Ky fakt nuk i pëlqeu Sokolit as pak. E Fush Kosova filloi ta marrë kontrollin e lojës. Kjo e solli edhe golin e dytë për ta kur shënoi Burim Shala. A i gëzoj shumë tifozët. Megjithatë fitoria nuk u sigurua, për këtë u kujdes Deridon Spahia. Këtu punë pati edhe gjyqtari i takimit. Por më keq e pati ky ansor që u desh të kryente punën në balë dhe të ftohtë. Në vazhdim, dy ekipet u munduan ta gjejnë golin edhe një herë, por nuk ja dolën dhe rezultati mbeti 2-2.